Hungaria duket se përshkon drejt një kursi të ri politik dhe më i prekuri mund të jetë kryeministri izraelit. Kryeministri i ardhshëm hungarez Peter Magyar ka bërë një deklaratë të fortë që pritet të nxjisë reagime ndërkombëtare përfshirë nga SBA. Ai ka konfirmuar se vendi i tij nuk do të tërhiqet nga gjykata ndërkombëtare penale, duke përmbysur kështu planin e qeverisë së deritalishme të Viktor Orban. Por deklarata më e fortë lidhet me kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu. Sipas Magyar, nëse një person i kërkuar nga kjo gjykatë hyn në Hungari, ai duhet të arrestohet. Kjo nuk kupton se edhe Netanyahu, për të cilin ka një urdhër arrest lidhur me dyshime për krime lufte, mund të përballet me ndalim në territorin hungarez. Ligji është i njëjtë për të gjithë, theksoi ai gjatë një konference për shtyp në Budapest. Dhe kjo qasje pritet të sjellë reagime të reja në arenën ndërkombëtare, sidomos nga aleatë të fortë të Netanyahu, përfshirë Donald Trump. Për të mësuar më shumë rreth zhvillimeve të fundit në Evropë dhe në botë, lexojeni telegrafi.com.